siç mund ta shikojmë në këto pamje, ky është momenti kur autorët qellojnë 3 prej tyre, pra siç shihen në këtë Toyota, qellojnë ndaj makinës, automjeti i bardhë, pra ku ishte Gilmando Dani pasagjer dhe Muçi Shelqeri shoferi. Shohin momentin kur njëri prej autorëve afrohet për qelluar, por me sa duket i bllokohet arma dhe shkon një tjetër nga autorët, i dorëzon një tjetër armë dhe shkon pra për të kryer qitjen finale. Një video tjetër të cilën do ta komentojmë më pas. Shohim qetësinë me të cilën shkon afrohet, mbush armën dhe qellon, kryen ekzekutimin final. Kemi një video tjetër të cilën do ta komentojmë gjatë emisionit dhe rikthehen sërish, marrin çka kanë lënë në tokë, hipin në makinën Toyota për të larguar më pas në drejtim të fshatit Halil në Nikël. Tipikisht një sken krimi si ato që kemi parë në filma. Autor të cilët me një qetësi të frikshme kryen ekzekutimin e Gilmando Danit. Dhe për ta rikthyer edhe një herë, shohim të 3 autorët sigurohen në këtë moment që vrasja të kryet deri në fund. Porosia të çohet deri në fund. Edhe një herë momentin për ta parë së bashku, bllokohet arma si duket. I vjen në ndihmë autorit tjetër. Hapet dera për të qëndruar gati të dyja dyert e makinës, janë të hapura. Hipën njëri prej autorëve, ndërsa tjetri afrohet, mbush armën, ka hedhur njërin prej armëve në tokë. Okej, rikthehemi këtu shohim dhe armën, qellon, kthehet, merr armën që la në tokë. Okej, sigurohet dhe njëherë, marrin dhe armën tjetër dhe të dy hipin në automjet. Një ngjarje e cila nuk ishte parë në këtë lloj forme në një nga zonat me sigurinë më të lartë në Shqipëri. Një breshëri plumbash fare pranë hyrjes së aeroportit të Rinasit dhe vetëm 50 metra larg komisariatit policisë do të shënonte fundin e jetës për Gilmando Dani, një emër që prej vitesh este paralel mes vëmendjes nga policia dhe vëmendjes nga kundërshtarët e botës së krimit. Shofer në makinën ku u vra Dani, i gjakosur dhe me pak shenja jete mbeti Muçi Shaljani, i njohur ndryshe si Muçi Sheqeri, agenti i agjencisë së mbikëqyrjes policore. Burimet të sigurta konfirmojnë se atentati ishte planifikuar në detaj. Autorët të pajisur me 4 armë zjarri, 3 kalashnikov dhe një pistolet e kishin ndjekur lëvizjen e Benzit luksoz që disa ditë më para ishte parkuar në zonën e aeroportit. Dani dhe Shaljani në datën 7 nëntor parkuan makinën e tyre tip Mercedes-Benz në aeroportin e Rinasit dhe fluturuan për në Barcelonë. Kthimi do të ishte mesditën e së martës. Rreth orës 14 sapo Dani dhe Shaljani morën makinën dhe dolën nga aeroporti. Një Toyota Yaris ju ofrua me shpejtësi, brenda saj 4 persona, 3 qitës dhe një shofer. Në momentin që automjeti i viktimës u ndal në rrethrottullim, shpërtheu breshëria e parë. Njëri prej atentatorëve zbriti nga makina dhe qelloi nga afër, duke u siguruar që misioni të përfundonte pa të mbijetuar. Benzi vazhdoi për inerci dhe disa metra derisa ndaloi buzrrugës. U desh ndërhyrja e qytetarëve të zakonshëm dhe policisë për të thyer xhamat dhe për të nxjerrë trupat, njëri i vdekur dhe tjetri plagosur rënd. Më pak se një orë më vonë në fshatin Halil të Fushkrujës u gjet të djegur një Toyota, e cila dyshohet të jetë përdorur nga atentatorët. Brenda saj u gjetën pa ashtu 3 kallash dhe një pistolet. Targat sipas verifikimeve të para ishin të vjedhura një vit më parë në Greqi. Hetuesit mendojnë se grupi ka ardhur nga Nikla, një zonë që prej vitesh lidhet me strukturat më të ashpra të botës së krimit në vend. 47 vjeçari i vrar Gilmando Dani nuk ishte një emër i panjohur për dosit e drejtësisë. Ai njeh si krau i djathtë Emiliano Shullazit, një nga figurat më të përfolura të krimit organizuar në Tiranë. Që prej vitit 2006, emri Danit është shënuar vazhdimisht në raportet e policisë, herë për armbajtje pa leje, herë për kanosje dhe herë për gjovënie. Në vitin 2018, ai u dënua me 12 vite burg në kuadër të grupit të Shullazit, një dosje që përfshiu dhe emra të tjerë të njohur. Në tetor 2024, ai doli nga burgu me liri me kusht, pasi kishte kryer pjesën më të madhe të dënimit. Por për Gilmando Danin, jeta jashtë qelisë nuk ishte me asgjë normale. Ai kishte shpëtuar nga 2 atentate të tjera në 2011 dhe 2015 dhe megjithatë nuk u shkëput kurrë nga rrezja e krimit. Dyshimet janë të forta që pas daljes nga burgu një vit më parë ai ishte rikthyer sërish në historinë e gjovënies, atë për të cilën grupi i Kavajës njihej prej vitesh.
Në dosjet e policisë, Dani del krah për krah me Shullazin dhe në episoda të tjera, që nga prishja e mitingut të Partisë Socialiste në 2011 dhe deri tek arrestimet për armëmbajtje. Madje në një rast ai mori mbi vetë autorsinë e një pistolete për të shpëtuar mikun e tij Shullazi nga burgu, një veprim që dëshmonte besnikërinë ndaj grupit. Në anën tjetër, shoferi i Benzit në këtë atentat, siç e tham, ishte Muçi Shaljani, ose siç njeh në qarqe të tjera Muçi Sheqeri. Një emër që papritur do të hapte një tjetër dosje, këtë herë brenda vetë institucioneve të shtetit. Sheqeri u punësua në shtator si agenti i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, AMP, në kohën kur institucioni drejtohej nga Artiol Saliasi, por burime pranë Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar DSIK, organi që verifikon pastërtinë e figurës së punonjësve të strukturave të sigurisë, zbuluan se Sheqeri nuk kishte certifikat sigurie, pra nuk duhet të ishte pranuar asnjëherë në këtë institucion. Pas atentatit mësohet se DSIK ka hapur hetim për të zbuluar si u fut Sheqeri në AMP dhe kush e mbështeti emërimin e tij. Të njëjtët hetues po verifikojnë nëse pozicioni i tij brenda AMP-s mund të ketë ndihmuar ndonjë rrjedhje informacioni apo lëvizje që ekspozoi Dani përpara autorëve. Automjeti Benz ku udhëtonin Dani dhe Sheqeri rezultoi të ishte në pronësi të Elvis Kosovës, një biznesmen i njohur në fushën e shitblerjes së automjeteve, por dhe një emër që nuk është i panjohur për policinë. Kosova reagoi publikisht duke mohuar çdo lidhje me ngjarjen dhe duke deklaruar se makina ishte në emër të kompanisë së tij. As nuk e mbaj mend ta kem pasur ndonjëherë këtë makinë, zot na ruaj. S'kam lidhje me këtë histori, shkroi ai në rrjetet sociale. Por emri i tij nuk është për herë të parë në qendër të një dosje. Në verën e këtij viti, një sasi tritoli shpërtheu në portën e garazhit të tij, në zonën e liçenit të thatë. Po ashtu në gusht të 2024 sa u ndalua për vjedhjen e një Audi R8 me vlerë rreth 200.000 euro, një rast që ende mbetet në hetim. Por për të ndalur sërish tek atentati, kush e donte të vdekur Gilmando Danin? Për hetuesit, Dani ishte objektivi kryesor i atentatit. Përfshirja e Sheqerit mund të ketë qenë aksidentale ose siç po shqyrtohet, ndoshta pjesë e një rrethi më të gjerë që lidhet edhe kjo tipikisht me botën e krimit. Drejtimet e hetimit janë të shumta, përplaset e vjetra të Shullazit, përpjekjet për të rikthyer kontrollin mbi zonat e vjetra, apo edhe hesabet që mbetën pezull pas lirimeve të fundit nga burgu. Ashtu siç rezultoi në këtë atentat, bota e krimit në Shqipëri vijon të jetë egër, përplasjet për asmëri dhe kontrolle territori, po tregojnë her pas here që nuk kursehet emri i askujt. E nisim, kjo është një video siguruar nga Shteg. Pra ditën e sotme shihet pra momenti kur pasi është qelluar disa herë me kallash, automjeti ndalon. Kam përshtypjen do të ketë një vetë sistem vetë ndalimi ky momenti. Kam përshtypjen ky është duhet të jetë fundi i gjithë gjës, kam përshtypjen. Ky moment. Pasi është qelluar, pra? Po. Tani shihet automjeti nuk na jep gjithë dinamikën e ngjarjes. Po megjithatë na krijon një ide se si ka ndodhur. Autori, pra, shohim autorin, po një ndër, mbush pistolet, mbush një armë aty dhe shkon qillon sërish. Sepse sipas informacioneve Kalashnikov, i cilin ai e ka pasur, është bllokuar edhe për të qenë sigurt që atentati do të shkojë deri në fund, domethënë objektivi duhet ishte i eliminuar në këtë rast dhe duhet kishte siguri që ishte eliminuar, ai është afruar me një pistolet të cilën ka qelluar dhe disa herë nga xhami i pasagjerit, nga ai krah ku ishte vendosur edhe Gilmando Dani, kam përshtypjen, dhe objektivi kryesor i këtij atentati ka qenë pikërisht Gilmando Danin. Përpara se të vim në këtë moment, kam përshtypjen nga ajo që kemi mundur të mësojmë nga komunikimet që kemi pasur, të paktën kanë qenë 3 persona që kanë qelluar dhe të 3 kanë qenë të po them armatosur me Kalashnikov dhe kanë qenë duke qelluar, dhe më pas personin cilin e shohim në këtë video afrohet, të paktën nga kjo që shohim është pistolet me ça. Po, kjo është qelluar në pistolet, se është zhurma që ne nuk e kemi, por është me ça shikoj. Kështu që paktën kjo është dinamika e ngjarjes dhe na jep një qasje ndryshe nga ajo e dieshme, apo them, ku informacioni ishte shumë paraprak për gazetarët, sigurisht edhe me drejt pasi ishte ngjarje në zhvillim, dhe më pas shohim që ikën edhe automjeti drejt zonës së fushkrues, aty ku digjet, domethënë skema është e njohur për ne tashmë vite, skema është e njëjta, atentati dhe makina digjet më pas në fshatrat përreth Fushkrujës, Niklës, zona që kanë goxha pesh në krimet që ndodhin në Shqipëri.
Çfarë ka pasur të re, se u përfol që mund të kenë dyshime tek njëri që mund të ketë pasur rolin e vëzhguesit? Po tani, unë mendoj që jemi shumë herët për të përcaktuar, sigurisht që policia dhe grupi hetimor e ka prova kryesore, kam përshtypjen unë që ka në këtë moment janë kamerat e sigurisë, dhe kamerat e sigurisë kam përshtypjen që nuk zbardhen aq kollaj. Sigurisht që ka fokusuar ose kamerat e sigurisë kanë kapur persona të cilët mund të kenë lidhje me këtë ngjarje, por duhen verifikuar me detaje se çfarë veprimesh ata kanë kryer dhe pse policia dyshon që ky person ka lidhje me këtë atentat. Sigurisht që unë mendoj që gjithë procesi hetimor kam përshtypjen për disa kohë do jetë në kuptimin e fjalës do jetë rutinë, do observohen kamerat e sigurisë, do shikohen me detaje, më pas persona do thirren, do pyeten, do verifikohen po themun telefonat, qeliza telefonike, ku kanë qenë vendosur, me kë kanë folur, nëse kanë folur, dhe më pas do dilet në një vendimarrje për ta. Kam përshtypjen që tani jemi në kuadrin e mbledhjes së gjithë provave për të përcaktuar rolin e gjithë secilit. Kam përshtypjen dhe unë në këndvështrimin tim kjo ngjarje mund të vonoj për zbardhur po them unë kush ka dhënë urdhrin për ta ekzekutuar Gilmando Danin, pasi unë mendoj që këtu ne po shohim vetëm ata që kanë pjesën e fundit të gjithë krimit, ekzekutimin, pasi ne nuk e dim cili është organizatori, financuesi, motivet pse ka ndodhur kjo ngjarje, kështu që kam përshtypjen jemi shumë larg gjës. Dhe sigurisht që ja vlen të diskutojmë, po kam përshtypjen sado versione ne t'japim se cilat janë po them pistat hetimore të prokurisë dhe policisë, kam përshtypjen që mund të jemi larg realitetit. Faleminderit Xhev. Karangja, si e lexon këtë vrasje në hyrje të një nga zonave, le të themi ndoshta zona më e sigurt në vendin ton, aeroporti Rinasit? Kemi të bëjmë me një ngjarje shumë të rëndë, në radhë parë ngushëllime familjarit viktimës dhe i urojmë shërim të dëmtuarit tjetër. Kjo ngjarje ka ndodhur në një vend që duhet kemi parasysh është cënimi i sigurisë publike për qytetarët, por kemi edhe sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Kombëtare them se aty vijnë njerëz nga Kosova, pra vijnë qytetarë nga Kosova që përdorin aeroportin e Rinasit, ke edhe ndërkombëtare sepse aeroporti i Rinasit është zgjeruar, është një aeroport i cili kanë akses edhe qytetarë evropian, balkanik e tjerë. Konstatojmë domethënë që mjeti i përdorur ka qenë një Toyota, duket Toyota Yaris. Auris kanë përshtypjen, ndoshta. Nga forma së Toyota Auris. Pra domethënë kemi në vendin më të sigurt që prezumohet që të jetë Shqipëria, të Shqipërisë, që ke aeroplan që bëjnë kargo të ndryshme e tjerë, ty të ndodh, janë disa raste që ndodhin. Pavarësisht se këtu kemi me atentati është i befasishëm, personi që do bëjë një atentat e ruan viktimin e tij dhe gjen momentin më të volitshëm, duhet një reagim më i shpejt nga ana e policisë shtetit, domethënë. Duhet të kemi parasysh edhe perimetrin e sigurisë. Ai ka kaluar, po të kemi parasysh Toyota ka përshkruar gjithë anën, domethënë gjithë perimetrin e aeroportit dhe është i njëjti mekanizëm që ndodh gjithmonë në raste të tilla. Ne duhen marr masa, dhe duhet bërë analizë sepse po ndodhin ngjarje njëra mas tjetrës dhe ne nuk kemi një analizë. Pra po ndodhin pak a shumë me të njëjtin mekanizëm, qoftë me pamjet e sigurisë, ndoshta duhet të ketë një lloj tjetër të funksionimit policisë shtetit, duhet të jetë si më përpara me grupet gatshme që merrshë informacion për ngjarjen, lëshoheshe, domethënë, ose niseshin grupet e gatshme për një herë mbas autorit veprave penale. Por duhet të jenë dhe trajnuar, sepse për shembull këtë ngjarje, ato ke pasur me personat kanë qenë 3 vetë me Kalashnikov. Pra këta nuk mund t'i ndalonte dot një policë trafiku, ose një policë tjetër budallik ta mendoje kështu, që mund t'i ndalonte një policë trafiku. Do rrezikonim edhe jetën. Pra duhet parë, domethënë, siguria e aeroportit në tërësi, se janë disa ngjarje, kjo është ngjarja më e rëndë. Është më e rëndë se ngjarja e vjedhjes së parave, sepse aty u vodhën para dhe hikën.
në kuptimin parat Ishin dëmi më i madh. Ishte dëmi më i madh, kurse këtu kemi jetën e personit, se dhe këta, domethënë dhe viktimat që kanë shkuar në këtë vend kanë menuar që janë të sigurt, kanë parkuar makinën në aeroport. Pra duhet të bërë një ndryshim total në lidhje me sigurinë publike, kombëtare dhe ndërkombëtare. Mund të kishte dje një fugon aty Karanja që mund ta ndiqte i forcave ndërhyrjes shpejt menjëherë makinën nga mbrapa. Ndoshta mund ta arrinte në kohë, do ishte e mundur apo është e pamundur organizimi? Duhet kemi parasysh, duhet që policia e shtetit të merret me rendin dhe sigurinë publike. Policia e shtetit në Shqipëri merret me ndërtimet pa leje. Policia e shtetit del me bllok në dorë duke vënë gjoba. Pra, domethënë ke policë patrulla që merren me gjoba. Ti jep shefi një top me bloqe për gjoba, dhe thotë kur të vish në darkë të mbaron këtë blok. Dhe ai çfarë bën tash, polici në vend të merret me sigurinë, ai merret ku gjeni një makinë të parkuar me keq, ose i thot vet parko keq që të shkoj ti vej gjobën. Pra policia e shtetit duhet merret me sigurinë publike. Edhe grupet e gatshme, siç ka qenë më përpara, që të kohë e reagimit, sepse ngjarje ka pasur dhe do ketë. Edhe në Perëndim dhe kudo ngjarje ka. Por kemi të paktën që policia ndjek autorin për shohin shumë ngjarje, edhe te rasti i Gjon Shkamit, në rasti Shkamit, Elvis Shkamit se Gjoni është. Po, ishte vetë ai që thriti policinë dhe doli që u arrestuan në flagrancë. Po çfarë arrestimi ka në flagrancë kur thotë ja se janë këtu. Pra duhet një ridimensionim total i forcave të policisë. Shrit numri i policëve, ndërkohë që më para ka qenë dhe 97-ën, për shembull, po marrim dhe 97-ën, ke pas ndjekje, ke pas policë që janë tamam policë. Pra duhet të trajnohen ato që janë të jenë saktë, të zbatojnë ligjin për armët, dhe të kenë dhe grupet e gatshme. Pra duhet parë kontrolli i territorit me grupet e gatshme, qoftë në Rinas patike në zemër të Shqipërisë. Pra Rinasi është objekti i rëndësisë së veçantë, biles dhe fotot satelitore, po t'i vesh ke avionët e parkuar aty. Ata mund të kishin marrë dhe një aeroplan. Pra mund ta kishin marrë një me këtë përgatitje, futen ashtu, shkon te piloti dhe bëhet ngritje. Pra ose akte terroriste. Pra tregon që duhet ndryshoj totalisht mënyra e rrugës së aeroportit, por jo vetëm aeroport, por në çdo territor duhet kemi kontroll mbi territorin. Sot po diskutohet për drone, po diskutohet për satelit, ndërkohë që ne jemi aty që ka qenë statuja Nën Terezës, ka ikën qafë than. Pra mund të rreth rrotullimi që është i gjithë shqiptarëve ndodh ngjarje. Dhe dytari diçka tjetër, domethënë, pra duhet merremi me autorët e veprës penale, të mos merremi tash kush e punsoi këtë punonjësin e AMF-s. Ai është duke vdek, domethënë është në gjendje tonë shëndetësore, ne merremi kush e punsoi, pra avancoj. Po dhe kjo kam përshtypjen ka nevojë për një farë diskutimi zoti Karanja. Avancojnë, lutem. Avancojnë hetimet kënej, duhet të avancojnë më shumë për to. Jam dakord që duhet të ashtu, por duhet përqendru te zbulimi i vrasjes. Kjo është tretësore ose dytësore në rastin konkret. Duhet të verifikohet shumë mirë. Nëse AMP-ja apo policia e Tiranës tani ka ndaluar 2 oficerë policie të cilët kishin falsifikuar dosjen e punësimit të këtij personi, besoj që ka nevojë për një hetim. Hetime ka, por duhet të avancohet në lidhje me vrasjen. Pra vrasjet duhet të jetë prioritare në këtë moment. S'është aty i ke dosje personale e personit aty është nuk ikën. Megjithëse janë dy institucione të ndryshme, të paktën policia të merret me autorin dhe agjencia të paktën të zbulojë se që duhet të shumësohet më shumë autorit. Sa për të lexuar njoftimin që dha domethënë sot në mëngjes Agjencia Mbikëqyrjes Policore që thotë nisu nga interesi i madh i medias dhe ndjeshmëria e ngjarjes të ndodhur ditën e djeshme, që interesi i medias nuk e di përse do duhet ishte këtu, pranë rreth rrotullimit Nën Tereza, ku rezultoni përfshir edhe punonjësi i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore Muçi Shaljani, i cili ka mbetur i plagosur dhe po merr ndihmë mjekësore. AMP ka nisur me njëherë verifikimin e brendshëm të procedurave administrative të ndjekura si dhe praktikën e plot me agjencitë përkatëse dhe policinë e shtetit në lidhje me procedurën e rekrutimit të tij prej shtatorit 2025. Ndërsa pak minuta më herët, Agjencia Mbikëqyrjes Policore njofton që në vijim të komunikimit në lidhje me ngjarjen e ndodhur ditën e djeshme në rreth rrotullimin pranë aeroportit Nën Tereza, Agjencia Mbikëqyrjes Policore pas kryerjes së veprimeve hetimore ka ndaluar punonjësin e policisë pra nën komisar BC me detyrë specialist për hetimin e krimeve dhe inspektorin AZ me detyrë ndihmë specialist i policimit në komunitet pranë komisariatit të policisë numër 3, Tiranë, të dyshuar për kryen e veprave penale, falsifikimi i vulave, i stampave ose i formularëve dhe shpërdorimi i detyrës. Këta punonjës sot AMP-ja dyshohet se në bashkëpunim kanë përpiluar vërtetimin e besueshmërisë për shtetasin Muçi Shaljani,
pa pasqyruar në të dhënat të cilat përbëjnë shkak për cënimin e kushteve të sigurisë. Ky detyrim i papërmbushur është i përcaktuar në dispozitat e ligjit për Policinë e Shtetit dhe ligje që normojnë veprimtarinë e agjensive ligjzbatuese, që do të thotë ka pasur një lloj falsifikimi në rastin konkret. Çfarë do të thotë kjo? Po kam përshtypjen kjo tregon seriozitetin e institucioneve shqiptare sidomos në rekrutimin e personazheve të tilla që më pas marrin një detyrë shumë të rëndësishme pra një institucioni si Agjencia Mbikëqyrjes Policore e cila do të hetoj vetë policinë. Kështu që kjo edhe sigurisht që dakor tani jemi në shumë herët edhe ndoshta policia e Tiranës kaq ka mundur të vërtetoj për momentin dhe kaq ka bërë, ka arrestuar, po kam përshtypjen që një dosje e tillë nëse është falsifikuar, kam përshtypjen nuk mund t'i lihet në dorë një inspektor i zone apo edhe një shefi specialist e policimit në komunitet. Kështu që kjo tregon se në çfarë drejtgjeje është policia e shtetit dhe kam përshtypjen që nëse ngel vetëm tek këta dy persona, po them hetimi i kësaj çështje sa i takon mënyrës se si është rekrutuar ky person në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, kam përshtypjen që nuk jemi serioz as me publikun, por as me hetimin e kësaj çështje. Megjithatë unë pretendoj që Prokuria e Tiranës të shkoj përtej këtyre veprimeve hetimore që ka kryer policia deri në këtë moment, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Kështu që fokusi i policisë shtetit dhe po themi dhe i Ministrisë Brendshme po desha andi se ne fokusohemi vetëm tek policia e shtetit, po kam përshtypjen që duhet fokusohemi më shumë tek politikat që vijnë nga Ministria e Brendshme dhe qeveria, pasi kur vjen puna për ndonjë sukses, po them, të policisë, të parat që reagojnë janë ministra, deputetët edhe vetë kryeministri. Në momentin që ne kemi një problem me policinë e shtetit, atëherë i lihet në dorë policisë shtetit, e cila na thuhet pastaj që është një institucion i cili funksionon në mënyrë të pavarur, është e pavarur, drejtori i policisë është i pavarur, por kur vjen puna për probleme ti funksionon në këtë mënyrë, kur vjen puna tek suksese, sigurisht që ti je i pari që ja merr sukseset policisë shtetit. Ndërkohë, se një ditë më parë Ministria e Brendshme pati dhe një deklarat ku tha që policia ndoshta ka pamundur që të shkojnë për guzhina atë për mos kryer vrasje siç ndodhen dhe me fik, ndoshta është një deklaratë e cila ju kthyen në bumerang, të tregojnë që gjëja çalon. Po sigurisht se kam përshtypjen që ndoshta ministra ka të drejtë kur thotë që kemi pasur ngjarje kriminale më pak, por kam përshtypjen duhet na thotë që është e vërtetë që ka pasur ngjarje kriminale më pak, po kur vjen puna tek zbardhja atyre ngjarjeve që kanë ndodhur, sidomos ato me prapavi, po them, të krimit organizuar, më thuj një ngjarje e cila është zbardhur, po them këto kohë, se nuk po flas për ato që janë zbardhur nga Sky ECC, pasi ato janë histori të tjera të cilat i takojnë nga viti 2020 dhe 2021 dhe më përpara. E qartë. Karanja, nëse do më thoje të më bëjë një analizë, personi zbret shumë i qetë në atë moment kur shkon dhe qëllon tek makina. Çfarë tregon kjo për aftësinë e një grupi kriminal? Dhe përgatitjen. Ka pas dhe një informacion që pjesa e rrugës Niklës mund të ketë qenë pa energji elektrike, që është informacion që i takon strukturave hetimore ta verifikojnë deri në fund. Çfarë tregon kjo për natyrën e përplasjes dhe për sigurinë e një grupi kriminal? Në rastin konkret, personi që zbret, pra domethënë aty është në rreth rrotullim, po të kemi parasysh. Që është një rreth rrotullim që nuk ndalojnë makinat, Po, rreth rrotullim. Ka ardhur me një qetësi dhe me hap, domethënë me hap, jo me vrap. Po ti ka ardhur me qetësi, ka bërë edhe makina në momentin e fundit, po ta kemi parasysh, bën dhe postimin e fundit, po ta kesh parasysh në moment që qellohet, kemi një qetësi dhe qartësi në goditje. Domethënë është shumë i qetë, nuk është se ka emocion, siç mund të ketë ndodhur me një rast tjetër që kanë sjell pasoja anësore, pra shumë i saktë, ja, domethënë ai realizon veprën dhe realizohet me qetësi. Kjo tregon një paramendim të pastër. Pra, domethënë kemi një person që ka kohë që është përgatitur për të realizuar këtë dhe ka atë kohën prej sa ka shku avërsisht 60 deri 70 sekonda diçka aty që është realizuar komplet. Brenda 1 minute. Është realizuar komplet vepra penale e vrasjes. Pra, që në momentin në goditjen e parë me armë zjarri,
Dhe momentin e dytë, pra se, domethënë, nuk është se kanë bërë goditën e parë dhe janë larguar. Ata kanë parë mjetin që ka ndaluar dhe kanë shkuar përsëri. Pra tregon një vendosmëri për të realizuar veprën penale të vrasjes. Normal do jenë objekt hetimi dhe puna e oshrejës që pse nuk ka pasur dritë. Në rast se, Në rast se, mund të ketë lidhje funksionimi i kamerave ose persona që janë të interesuar, pse nuk kanë funksionuar, do jetë objekt hetimi dhe duke qenë se është që ka dyshime se është një grup shumë, domethënë që ke persona që kanë marrë pjesë në shumë aspekte, do jetë hetimi që do ta sqarojnë lidhje me pamjet filmike, do shikoj personat cilët nëse kamerat për shkakun sepse dhe pamjet filmike kanë bën shumë nëpër objektet. Dhe kisha pyetje, është e lehtë të zbardhet një ngjarje duke përdorur vetëm pamjet filmike, se kam përshtypjen automjeti i djegur, nuk e di sa është e mundur të gjenden gjurmë tek një automjet i djegur, dhe sa lehtë është të zbardhet një ngjarje nga pamjet filmike. Tani ka raste edhe në automjet djegur që është pjesë shtrisht i djegur që nuk ka është djegur plotësisht, mund të gjenden gjurmë. Por në pjesën më e madhe po doli tymi, po u prish, domethënë, dhe po tjetër edhe gjysmë i djegur prapë është e vështirë gjendë gjurmë. Gjurma djegja është një proces i tillë që shkatron çdo lloj gjurmë. Edhe vetë armë për shembull, nga djegja e tepërt mund të mos ketë vlerë, domethënë shkrihet se shkrirja mund të jetë e tillë, se gomat për shembull, se pjesët e gomave nxefin shumë dhe edhe metalin mund ta shkrinë, sepse djegja shkon aty. Mendoj që kjo Toyota ka lviz në ditën e ngjarjes, edhe avioni është vënë pak, mund të jetë rrotullu ose ka lvizur në vende të caktuara. Para se të shkosh në vend ngjarje, mund të ketë kamera që mund të jetë fiksuar. Pra ti ke kap personat pa kamerë dhe në bazë të mimikës mund bëhet ajo krahasimi, do të bëhet pastrimi i kamerave, pra është eksperti që do përcaktojë pamjet filmike, sepse kamerat e sotshme po të kemi parasysh në ndryshim nga më përpara. Është rrit dhe cilësia. Po është edhe programi që përdoret. Kam përshtypjen Amend 5 që është një nga ato programet e policisë. Mendoj që unë mendoj ando që është një nga është një plan i cili nuk mund të dështonte atentati i cili është i pamundur për dështuar, pasi në kundërshtrimin tim ka disa kohë që përgatitet. Personat, organizatorët e kanë ditur që kur kanë ikur në Spanjë, kur do kthehen, orarin e avionit. Nga ku ka rrjedhur ky informacion? Ku cilat janë burimet? Domethënë nga ku mund të merrej? Informacioni nga rrjedh mund të jetë në disa drejtime. Sistemi Teams, agjenci, grupi nga brenda grupit? Këto janë një opsion që është policia, një opsion që është sistemi Teams në cilin ata kanë akses. Një opsion tjetër janë agjencitë e udhëtimit. Ne kemi pasur raste të cilat I kemi parë në hetimet të prokurisë, në raport me Vis Martinajn, që kishin rekrutuar po them punojëse në agjencisë turistike. Kështu që ndoshta ajo punojësja nuk e ka ditur fare personazhin për cilin e jepte informacion, por po them që kjo ishte një mënyrë nga ata ku merrnin informacion. Ti përmendë që s'kishte drita në rrugën e Niklës. Është përfolur, një nga informacionet që rrjedh sot. Sigurisht që është përfolur dhe kam përshtypjen informacioni është I saktë nga kolegët të cilët e kanë raportuar. Kështu që duke përmendur gjitha këto, kam përshtypjen që ky ishte një atentat që nuk mund të dështojë. Gilmando Dani kërkoi vdekur me çdo kusht. Nga kush? Nuk di ta them tani se po t'i vëja gishtin, kam përshtypjen që do ishte shumë e lehtë për ta zbardhur ngjarjen. Ma bëj analizën pak më të përgjithshme, dhe pak më natyrë, domethënë më gjeneraliste për kuptuar ndoshta edhe vetë rolin e Gilmando Danit pas daljes nga burgu, po dhe backgroundin e tij. Sigurisht që backgroundi I Gilmando Danit është publik, domethënë ai është dënuar në mos gaboj me 12 vite peqe lirie në mos gaboj në rastin e gjobvënies ndaj biznesmenit Ylvi Beqaj në kuadër të grupit të strukturuar kriminal së bashku me Emiliano Shullazin dhe të 3 persona të tjerë në mos gaboj. Sigurisht që ai kishte përfunduar dënimin e tij, ishte në drejtën e tij për të qenë një qytetar I lirë. Sigurisht që 2/3 kam përshtypjen. Lejon 2/3 3/4 të dënimit dhe sigurisht që I lindi e drejta për të liruar dhe këtu nuk ka asgjë për të marrë, pasi nëse një person ka plotësuar 3/4 të dënimit, ai lindi e drejta për të liruar me kusht dhe është në drejtën e tij për ta bërë këtë kërkesë dhe më pas për të përfituar nga kjo e drejtë që I jep ligji. Sigurisht që konfliktet më pas ku grupi I Shullazit kanë qenë të përfshirë janë disa, kështu që
Janë disa fronte, po thua. Janë disa fronte dhe disa të interesuar që Gilmando Dani të eliminojë. Gjithmonë, nëse është pista që ai, duke qenë pjesëtar i grupit të Shullazit, ka pasur disa konflikte. Pastaj mund të jenë dhe konflikte të reja të cilat janë krijuar gjatë kohës që ai ka qenë i lirë, po them gjatë kësaj periudhe që ka qenë i lirë. Për një vit, kam përshtypjen se në tetor 10 kaluar është liruar. Prandaj them që hetimi i kësaj çështje në këtë moment që ne po flasim është shumë komplekse dhe në këtë moment grupi hetimor është në kuadrin e mbledhjes së provave në atentatin që ndodhi. Më pas do të fokusohet tek pista, ndoshta me shpresë për të arritur tek autorët, më vonë për të organizatorët dhe kam përshtypjen në një të ardhme shumë të largët tek ata që kanë urdhëruar. Mendon se zbardhët, sepse kur them mendon se zbardhët, ti e bërë një analizë, nuk është se nuk e bërë, edhe një version që e the shumë larg të ande, por unë dua pak më po se jo ndoshta se këtu. Unë kam përshtypjen që ky atentat do jetë shumë i vështirë për të zbardhur. Po them unë për të shkuar tek urdhëruesi dhe organizatori, se ndoshta tek autorët edhe mund shkohet, se autorët mund të kenë lënë edhe ndonjë gjurmë, ndonjë provë dhe mund shkohet drejt tyre. Po kam përshtypjen që të shkosh tek organizatorët edhe tek urdhëruesi dhe më pas për të kuptuar edhe motivin e kësaj ngjarje shumë të rëndë, unë shoh shumë të vështirë për të ndodhur, pasi atentate të tilla në të njëjtën mënyrë po them është shumë e vështirë për të zbardhur. Unë kam qenë nga ato persona për shembull që masakra e Dobraçit, biles edhe kam folur për të që do të zbardhej shumë shpejt për shkak të informacionit që kisha, duke qenë që autorët edhe kishin lënë gjurmë shumë të mëdha. Kam thënë dhe këtu, të njëjtën gjë, që do zbardhej, prisja zbardhjen. Po tha dhe ministri, më thënë u krijuar bindja që Po pra, por nuk ndodhi. Ne tani jemi kam përshtypjen gati një vit e një muaj nga ngjarja, ndoshta një vit. Një vit, se në 30 tetor për 30 tetor. Një vit nga ngjarja dhe nuk i kemi ende emrat e autorëve dhe më pas tek urdhëruesit. Por kam përshtypjen që unë mendoj që të dhëna të vlefshme për hetimin e kësaj çështje dhe ndoshta edhe për zbardhjen e kësaj çështje mund të vinë edhe nga burgjet, nga sistemi i burgjeve në Shqipëri, kështu që kam përshtypjen në Shqipëri, ndoshta mund të jetë edhe në Europë, por edhe në botë, por kam përshtypjen që në burgje në Shqipëri ka më shumë informacion për ngjarje të kalibrit të tillë. Kështu që një bindja ime është që grupi hetimor një fokus shumë veçantë do ta ketë edhe te sistemi i burgjeve në Shqipëri për zbardhjen e kësaj ngjarje. Po, sepse ndoshta ka ende le të themi pjesëtar të grupit të Gilmando Danit, cilët një fjalë mund ta thonë, diçka mund të hedhin më shumë dritë se kush mund të ketë qenë për plasje apo vetë ndoshta Gilmando Dani mund të ketë folur diçka. Faleminderit Xhev. Kranxha, se po qëndrojmë pak te krimi sot, te kjo, por do t'i bëjmë një analizë pak më të gjerë, se do merrem edhe pak me anën e sigurisë në vendin tonë, se duket sikur nuk kemi mirë dhe nuk kemi mirë fare. Për sa i përket natyrës organizative të këtij atentati, duket sikur është një nga atentatet më të mira të organizuara këto vitet e fundit. Për të qenë korrekt, sepse ndodh në një zonë që i shpëtojnë policisë. Çfarë mund të kërkonte një grup kriminal në një eliminim të tillë? Është një akmarrje, është një luftë për kontroll e territorit, është një përplasje e cila vjen për shkak për biznesit. Çfarë mund ta shtyjë domethënë një lloj ftotësie të tillë vrasje, siç e komentove pak më herët? Motivet që kanë shkëtyr veprën penale mund të jenë të ndryshme. Mund të jenë ndryshme që diskutohet dhe Xhevi, mund të jenë që domethënë duke qenë se çështja është në hetim, domethënë çdo version nga ana e organit procedues është i mundshëm. Pra çdo version hetimor duhet vlerësuar, domethënë s'duhet të mbivlerësohet një në raport me tjetrin. Pra çdo version hetimor organi procedues do ta çmojë. Këtu theksojmë sepse edhe viktimat, domethënë, edhe nuk do diçin kaq lirshëm, edhe me mjet kaq avarse, po ashtu mund të kishin ecë më shpejt që t'i shpëtonin predhave. Pra po të kishin ecë më shpejt me shpejtësi caktuar se mund të kishin rënë dhe Toyotas nga mbrapa, kuptimin se ato kanë qenë që e kanë pritur. Kanë menduar që janë me një vend sigurt. Domethënë që aty dole që ku menduan që ishin më të sigurt, dolën më pasigurt fare, pra nuk ishte siguri. Pra kemi, domethënë, autorët kanë gjetë vendin, është vendi i studiuar,
Pra, ky vendi që është gjetur është i studiuar, po të kesh parasysh vendin ku është parkuar Toyota, personin, sepse dëgjuam në media që është identifikuar dhe një person i cili ka parkuar mjetin, ka parë viktimat në momentin që doli. Por rolin e vëzhguesit dyshohet. Rolin e vëzhguesit, por jemi në procesin e hetimit dhe duhet jemi të kujdesshëm, se mund të jenë dhe i rastësishëm. Pra duhet verifikuar lidhja, domethënë duhen parë lëvizjet, mund të jenë lëvizje dyshimta, se mund ndodh një ngjarje dhe personi shkon për kuriozitet, pra duhet verifikuar pse ka shkuar në aeroport, shkaqen. Nëse atëherë del, domethënë e provuar te çdo dyshim të arsyeshëm, një bie që të jetë informator. Pra vendi i zgjedhur është vendi pika kur viktimat kanë menuar që kanë qenë më të sigurta. Është si hinka ty e detyruar dalësh aty domethënë. Nuk është, mund të kishin ato viktimat ta dinë atë punë, mund të mos ishin dalë fare ose të kishin. Ja, mirë, po ta dinin. Tash aty është vend i sigurt me kamera, rreth rrotullimi është domethënë. Që mund të jetë edhe për një arsye tjetër. Ndoshta autorët dhe ata që kanë organizuar dhe ata që kanë urdhëruar, ndoshta kanë dashur të jetë gjëja kaq publike dhe kaq e dhunshme, ndoshta për treguar për fuqinë edhe për të dhënë një mesazh ndoshta për grupin kundërshtar, se ta mendosh që aty është një vend ideal për të kryer një atentat, mendoj që nuk qëndron shumë si logjik. Dalja është e sigurt aty. Dalja e makinës është e sigurt dhe s'ke ku shkon. Po them gjë tjetër. Nëse vishin Tiranë atë në drejtim të mund të futeshin nga autostrada, ke parasysh se futesh edhe në autostradë. Për me ardhur në Tiranë, po nga kemi rrugën dyqësore, por mund të futesh edhe në autostradë që shfrytëzosh ata. Po, është rreth 16 km, jo 16, 8-9 km është që del tek City Park. Por më thonë aty i hiqshin se me Toyota nuk mund ta kapshe dot me Toyota Auris, është makinë e shpejtë kjo tjetër. Dhe prandaj them është vendi sepse ka pasur edhe gunga në rrugë që për pengimin e do ulësh shpejtësisë. Je detyruar të ulësh shpejtësinë, po dhe po të ecësh shpejt aty domethënë. Mund të ka komsorë që kalojnë, ke shumë persona për shkakun që vinë nga aeroporti, vinë me valizhe në dorë, domethënë që dalin dhe atë pjesë, ke shumë komsorë që lëvizin, edhe të rreth rrotullimi, po të kesh parasysh që mund të kenë makinë. Dakor, ky është njëri version, po mund të jetë edhe versioni tjetër që demonstrim force. Ne e bëjmë edhe në vendin më të sigurt edhe demonstrim në Shqipëri. Domethënë që aty që jemi të sigurt, domethënë imagjino me një periferi tjetër, kur bëhet këtu te ky vend që është aksi kryesor. Ky është aksi kryesor i Shqipërisë. Sepse çdo i huaj që vjen për shkakun në Shqipëri ikën nga Rinasi. Domethënë pjesa më e madhe. Ke që dalin edhe nga kufiri që vinë tranzit, por është pjesa më e madhe. Pas çdo i huaj që në Shqipëri ka ikën nga Rinasi. Dhe teorikisht domethënë edhe praktikisht mund të ishte në një nga ato viktima, se fati që një pjesë e predhave kanë nikë te objektet përreth, paraqet rrezikshmëri edhe për sigurinë e personave të tretë, të cilët nuk kanë qenë, që nuk kanë lidhje me ngjarjen fare. Pra, rrezikshmëria ka shumë e rrezikshme në atë vend. Mua një gjë më përshtypje, se ndoshta edhe vendi i zgjedhur mund të lidhet me forma demonstrimin e forcës, persona do të dilin aty, ndoshta edhe për të shkuar shpejt në zonën e fushkruajës për të djegur makinën. Tani, ajo zonë, Karanxha është një zonë cilën edhe ju besoj, si ish prokuror për shumë vite, si pjesë e strukturave të cilët keni hetuar pafundësisht, e kuptoni që aty digjen vazhdimisht makina dhe humben gjurmët. Tani çfarë mund të bëhet në këtë histori? Apo s'ke ç'i bën asaj zone? Aty shteti duhet ndërhyjë, duhet të heqim dorë nga propaganda dhe duhet të bëhet kontrolli i territorit i plot. Ne dronët që pretendojnë që gjejnë hashashin duke gjin, duhet përdoren për të mbrojtur partën, sepse rrezikshmëria e veprave e para, krimet ndaj jetës dhe shëndetit janë veprat kryesore që duhet mbrohen. E dyta, edhe kultivimi i hashashit ka rëndësinë e vet, por mjetet e policisë duhet të jenë në dispozicion të ruajtjes së jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Dhe në rastin konkret, dronët që pretendohet ose kontrolli ajror, helikopteret, po të ishe ndjekur në kohë, se pak a shumë dihen rrugët që janë, se ka 100 rrugë. Një rrugë del tek rruga po të ecë drejt dilet te rruga e vjetër e domethënë që nga Vora në Fushkruj, dhe djathtas rrugë dihet sepse policia i ka dy drejtime janë. Po dy drejtime janë. Atëherë po të funksiononte në kod, kishte të funksiononin kontrolli i territorit që domethënë po e marr teorikisht që ndodhin ngjarje, u identifiku makina nga shkojë dhe njoftohen njësitë e tjera që i dilnin para kësaj mjetit. Por gjithmonë thashë edhe një herë, këta kanë qenë shumë përgatitur.
Pra se kanë pas edhe armë tjera zjarri. Pra nuk mund t'i parandalonte dot, domethënë, një polici thjesht ose një polic me motor. Duan dhe ata, sepse mund të kishim edhe pasoja tjera. Pra këta që kanë bërë këtë domethënë ishin të përgatitur edhe se kishin problem pra të ekzekutonin një policë thënë thjesht se po e them asnjë problemi si kanë pas. Këta policët duhet të jenë të njoftuar, duhet ky të jetë kontrolli i territorit, që të jetë çdo kush në vendin e vet punës dhe në raste pse të mos funksionojnë edhe dronët, helikopteret, sepse kaq është zona. Ndjekësh edhe me dron do. Po me dron tash droni është duke gjinë me arshashë timi më rregull me Guardia di Financën. Vinë ato nxjerrin raportet që u kapën 4 rronj. Pra 30 burra për 6 rronj që në gjenë atë po t'i kesh parasysh. Ndërkohë që jetë e qytetarëve, domethënë këtu është mëshirë të fatit. Digjet makina, digjet deri në fund, pra edhe djegje e makinës po të shkohet shpejt. Po djegje deri në fund, pa tregon që është shku mbasi ore. Pra nga koha sepse edhe djegja ka një kohë të caktuar. Po. Pra duhen kontrolli i territorit, se nuk është afër, vi ajror është 15 kilometra nga këtu, mos e më 10. Duhet të ketë një kontroll total të territorit nga ajri, se ne sot po pretendojmë të bëjmë diellën digjitale që të zgjidhim hallet. Tash atëri i bi, se po të them se është ngjarje rënd. Shkoj ti kapi diellën këtë. Kemi diellën, o diella shko kapi, shkoj të fluturoj ti kapi. Apo. Pra neve duhet të jemi serioz me punën e shtetit, se kjo është punë. Qeveria, Ministri i Brendshme, Policia e shtetit ka detyrë për kontrollin e territorit. Dhe kontrolli i territorit është shumë i rëndësishëm. Duhet të ndryshojmë mënyrën e funksionimit që në raste avarie ose në raste problematike të shkohet shpejt të vendi ngjarjes. Mos i lejmë gjërat shkojnë deri në fund, se ja tash s'ka mos Skype, për shkak se ti ishte Skype, flisim me njëri tjetrin, ty dil aty, po tash ja jemi pas Skype. Jemi pas Skype, pra neve duhet rrisim. Thash edhe në fillim, grupet e gatshme dhe grupet e gatshme të trajnuara, jo nga ato që domethënë që rrin gjithë ditën kafe, por duhet rrin krye detyrës të jenë të trajnuar, të njohin armët e zjarrit shumë mirë, përdoren e tyre dhe respektimin e ligjit, se po ti je i disiplinuar në punë e kontrollon. Pra është shumë e thjeshtë. Nuk është ne tarimot, nuk e di për shkak se nga përshtypja që si është zhvilluar ngjarja, se këtë e kam konstatim ndoshta edhe në formën e pyetjes për ju, duke qenë që keni qenë ish prokuror. Nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja, dinamika e ngjarjes, por edhe si është zhvilluar më pas vrasjes, të krijohet bindja që kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal. Ti do thuash që dakor se do të jetë prokuria e Tiranës ajo që do ta vendos më pas nëse do ta mbajë timin apo do ta çojë te prokuria e posaçme, po në këndvështrimin tënd nga mënyra si ka ndodhur ngjarja, mënyra si janë ndjekur objektivet, kemi të bëjmë me një grup i strukturuar kriminal apo jo? Dhe nëse është kështu, pse nuk hyn direkt prokuria e posaçme në lojë, por ja lë hetimin në këtë fazë, po them prokurisë së Tiranës? Mendoj që edhe prokuria Tiranës ka kuadër që mund ta ndjekë. Nuk e kam fare në formën nuk e kam fare me. E kuptova. Pra domethënë është kompetencë SPAK-u se serri SPAK-u që në fillim. Tani, për të arritur e grupi kriminal duhet kemi të paktën disa dëna. Neni 28 i kodit penal përcakton rastet e grupit kriminal. Nëse prokurori i çështjes nga veprimet e bëra konstaton mbi 3 persona, sepse edhe për një vepër penale, një vepër tek ose një vepër që është paraqikon kushtet ligjore dhe rastin konkret vrasje, mund të ketë grupi strukturuar kriminal për shkak të ndarjes së roleve. Pra nuk kemi një bashkëpunim të thjeshtë, por kemi quhet në teori bashkëpunim i veçantë, që është grupi strukturuar kriminal që kemi ndarje rolesh. Pra nëse mblidhen provat dhe që kemi edhe sepse do shifen edhe Oshreja pse ka ikë dritën. Nëse dele provuar që një person ka ikë dritën, një person tjetër i ka thirrë, këta kanë bërë, atëherë këtu nuk kemi të bëjmë me një vrasje të thjeshtë, po kemi vrasje në kuadër të një grupi strukturuar kriminal ku janë ndarjet rolet, ku del qartë që kemi një ndarje rolesh. Domethënë, sepse vepra vrasja thjesht është e thjeshtë, shko bën atentatin dhe ikën. Kurse nëse kemi vepra mas vepra penale, sepse edhe ndërprerja dritave nga Oshreja, po e marrim teorikisht, është vepër penale se ti s'mund t'ia preshësh dritat për grupit, ose personi që njofton. Jo, unë e kisha më shumë konstatimin tek pse nuk ndërhyn që në fillim prokuria e posaçme, pasi ne shohim që aty janë 3 persona që marrin pjesë. Po logjikisht kanë qenë më shumë sepse personat kanë ndjekur makinën, dikush atje i ka pritur me një makinë tjetër. Edhe lëvizjet që ka ju se nuk kanë ikur në komoda. Kështu që është prokurori në një mënyrë pse humbet kohë. Jo, më koha nuk është kryesorja ka të jenë veprimet dinamik, se edhe po e mori SPAK-u, ç'a do bëj?
njëjtat veprime procedurale të bën. Kryesorja ka tek vrasjet janë momentet e para procedurale janë shumë të rëndësishme. Fiksimi i vendit ngjarjes, fiksimi i provave, sepse ajo mbrapa është analizë, pra i mbledh gjithë provat edhe pamjet filmike që në rastin konkret janë shumë të rëndësishme. Sepse pamjet ajo mënyra që ndërhyet pas ngjarjes aty të një personi që thyen xhamin me levë. Kemi të bëjmë me prishje provash? Këtu nuk kemi prishje prova, sepse këtu kemi në ashtu quajtur mbrojtje nevojshme. Pra ti thyen xhamin, prishin në ngjarjen thojza, për mi shpëtu jetën dhe fatikisht njëri shpëtohet jeta, edhe është pikërisht shoferi. Pra, është në rastet e emergjencës. Në kuptimin që ti mund të thysh ose është duke u djeg një shtëpi ti thyt derën dhe nxjerr njerëzit jashtë do marrësh përgjegjësi penale. Ajo është diçka humane, njerëzore, pra që të shpëtojë, pavarësisht se intensiteti i plumave i prellave të qitura nga armat e zjarrit ka qenë shumë i lartë. Po të kemi parasysh vala e parë dhe vala e dytë, pra të kemi dy episode, i dyti ka qenë më i saktë, ka qenë distanca më e shkurtër dhe viktimat kanë qenë thuajse të neutralizuara. Faleminderit Karandxa, shpjegim shumë dinamik dhe i rëndësishëm. Xhev, të bëj një pyetje. Me këtë që ndodhi, sepse pretenduam, kemi bërë analizë që me SkyCC nuk goditën disa nga grupet më aktive kriminale në vend. Dhe u duk sikur në një farë forme u ndërprej një cikël i këtyre grupeve, po çfarë na tregon kjo tani, kjo që ndodhi? Tregon një aleancë, grupesh kriminale aktive, rifuqizim të tyre? Vërteta është që grupet kriminale janë po aty, domethënë aq të fortë, aq të rëndësishëm dhe kanë edhe ndikim në këto zona të caktuara, kështu që vërtet është që janë nga qarkullimi, po them, për shkak të hetimeve të prokurisë së posaçme, kanë dalë, po them, disa personazhe të cilët janë përfolur për ngjarje të ndryshme kriminale, po them në këtë rast Durim Bami, apo edhe personazhe të tjera të cilët janë evidentuar që kanë marrë pjesë në ngjarje të ndryshme kriminale. Por kjo ngjarje tregon që grupet kriminale të tjera të cilat nuk janë goditur nga prokuria e krimeve të rënda janë po aq aktive dhe vazhdojnë aktivitetin e tyre kriminal po njësoj. Kjo ngjarje tregoi që e vazhdojnë edhe dhunshëm nëse do, dukshëm për t'i parë gjithë në një vend siç është aeroporti Rinasit, porta kryesore nga ku hyhet në Shqipëri, që policia nuk e ka nën kontroll këtë zonë, kështu që grupet kriminale janë po aty. Unë nuk mendoj që ndoshta mund të janë stepur nga aksionet e ndryshme të prokurisë së posaçme, kanë frenuar një periudhë të caktuar kohe, por në momentin që i preken interesat dhe shohin kundërshtarin e tyre vulnerabël, të dukshëm, të pambrojtur, ato janë gatshëm të ndërhyjnë dhe siç e bëm, e pam që e bën dhunshëm, dukshëm mes ditës në vendin më të sigurt në Shqipëri. Pretenduar që është më i sigurt, se kjo ngjarje na tregoi që nuk është i sigurt. Ka formë që mund parandalohet kjo që ndodhi? Po mendoj që mund parandalohet me një politikë të caktuar, që mos krijohet ideja sikur se është krijuar binda ideja që policia është pjesë e gjithë gjës. Domethënë ti sado t'i godasësh, grupet kriminale janë po aty. Dhe është krijuar dhe ideja dhe bindja që policia është në ndihmë të njërit grup kriminal apo të një grupi tjetër, dhe sigurisht që në këtë moment krimi merr revansh, por në të njëjtën kohë krimi bëhet edhe më i dhunshëm kur ka iden sikur policia apo prokuroria apo një institucion tjetër është duke ndihmuar një grup të caktuar kriminal. Grupi tjetër bëhet akoma më i dhunshëm. Kështu që kjo gjëja kam përshtypjen që ndalohet vetëm një politikë të caktuar që duhet kam përshtypjen nga organet vendimmarrëse politike. Në këtë rast Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, po them Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, të cilat duhet bëjnë një strategji të re kundër krimit të organizuar në Shqipëri, pasi SkyCC, ngjarja e sotme, por edhe ngjarjet të tjera kriminale na kanë treguar që krimi organizuar ka prekur nivele shumë të rëndësishme të policisë së shtetit, por edhe të prokurisë, edhe të gjykatës. Pasi SkyCC na ka treguar që imun ndaj krimit organizuar, ndaj dikimit të krimit organizuar, nuk janë as prokuria dhe as policia dhe as gjykata. Kështu që duhet një strategji e re, pasi hetimet e prokurisë së posaçme na nxorën në pa, ndoshta
këto fenomene kanë qenë aty ande, por hetimet e provurisë së posaçme ndoshta i kanë nxjerrë në pa dhe ne po na bëjnë kaq shumë përshtypje tani. Duhet strategji e re politike kundër krimit organizuar për të bërë të mundur largimin e tyre kryesisht nga policia e shtetit. Faleminderit Xhell, faleminderit Karanja. Unë përpara se të kalojmë tek çështja tjetër për diskutuar për 21 janarin, sigurisht do doja ta jepja një mesazh. Kush e vrau Gilmando Danin? Kush janë grupet e interesuara dhe a pati aleanca të grupeve më të forta aktive në vendin ton për të eliminuar krahun e djathtë të Emiliano Shullazit? Këto janë pyetje të cilat ngjallin një kurreshtje publike, ngjallin një lloj interesi të audiencës, por thelbi nuk është ky. Ne nuk na intereson tipikisht se kush janë emrat. Nuk na intereson emrat. Ne na intereson parandalimi i këtyre ngjarjeve kriminale. Një ngjarje që ndodh në zonën me sigurinë më të lartë në vendin ton, aeroporti i Rinasit, ku qëndrojnë disa nga institucionet më të rëndësishme ligjzbatuese të vendit ton, duke nisur me policinë e duke vijuar me struktura të tjera. Qëndrojnë grupe të gatshme, aktive për të luftuar krimin organizuar e të tjera raste. Por rasti i dieshëm, atentati me 4 atentator, ku është qelluar me 3 kallazh dhe një tjetër zbreti i qetë dhe shkon në xhamin e makinës, në rrethotullimin ku në asnjë moment nuk pushon lëvizja e makinave, tregon qartazi që ky grup kriminal apo kjo aleancë kriminale është e qetë në veprimet, le të themi, që ka kryer. E ka studiuar mirë zonën dhe ka dalë shumë hapa para organeve ligjzbatuese të vendit tonë. Shënjestra mund të ishte kushdo dhe kjo tregon dhe njerë qartazi që rendi dhe siguria publike në vendin tonë është në një moment kritik ku do duhet të ketë politika vendimarrëse nga qeveria, kuvendi dhe tjera me radhë për një ristrukturim të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ndoshta të organeve të tjera që të vijmë në një tjetër nivel. Hetimi dhe goditje ndaj grupeve kriminale të cilat me sa duket nuk u shkatruan nga SkyCC. Nuk u shkatruan nga SPAK, por vijojnë të jenë ende aktive, vijojnë të kenë një kontroll territori të frikshëm, vijojnë të kenë njerëz brenda strukturave të policisë e të tjera me radhë, ashtu siç është dëshmuar dhe nga përgjimet e SkyCC, dhe prodhimi në fund është ky: vrasje në mes të ditës në zonën me sigurinë më të lartë në vend. Shpresojmë të jetë e fundit, por gjasat tregojnë që atentate të tilla mafioze me këtë natyrë, ku gjendet vetëm automjeti i djegur me armët brenda, nuk i gjen kurrë autorët. Dhe me sa duket vështirësia do jetë e njëjtë.